Në një raport të publikuar së fundmi, Komisioni Evropian ka evidentuar një sër sfidash strukturore dhe fiskale që po frenojnë progresin e Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe rritjes së qëndrueshme ekonomike, edhe pse ka vlerësime në aspektin ekonomik. Sërish ka shumë probleme. Të ardhurat publike mbeten më të ultat në rajon, ndërsa shpenzimet e fshehura tatimore dhe një sistem kompleks fiskal po i kushtojnë shtetit shqiptar miliona euro çdo vit, edhe pse qeveria miratoi një strategji afatmesme të ardhurave për periudhën 2025-2027. Komisioni thekson se reformat janë të fokusuara vetëm në administratën tatimore, pa prekur strukturën e pabarabartë të politikave fiskale. Sipas raportit, rreziqet fiskale mbeten të larta, veçanërisht nga ndërmarrjet shtetërore, PPP dhe Banka Kombëtare e Zhvillimit, që pritet të mbështetet nga garanci shtetërore të rrezikshme. Në mungesë të një institucioni të pavarur fiskal dhe me borxh të lartë publik me maturitet afat shkurtër, Shqipëria po ecën në një terren të rrëshqitshëm financiar. Ndër sfidat më të rënda të evidentuara është ekonomia informale që mbetet e përhapur dhe që rënon konkurrencën e ndershme, mbrojtjen sociale dhe bazën tatimore. Komisioni thekson se vendi vazhdon të ketë raportin më të ulët të ardhurave tatimore ndaj prodhimit të brendshëm bruto në rajon, duke ndikuar negativisht në investimet publike, edukim dhe shëndetësi. Nga ana tjetër, varësia nga hidrocentralet po e bën sistemin energjetik të brisht dhe të paqëndrueshëm, ndërkohë që integrimi në tregun evropian të energjisë dhe përballja me krizën klimatike kërkojnë reforma të thella dhe investime në diversifikim dhe burime të rinovueshme. Në aspektin digital, Shqipëria përballet me mangësi serioze në infrastrukturën e internetit dhe mungesën e legjislacionit të përshtatur me direktivat e BE-s për sigurinë kibernetike, sidomos në zonat rurale. Shteti shqiptar ende nuk ka përmbushur detyrimet për rrjetet 5G dhe shërbimet elektronike publike. Arsimi mbetet një tjetër plagë e hapur për zhvillimin, me nivele të larta braktisjeje shkollore, mungesë pajisjesh, mësues të patrajnuar dhe kurrikula të vjetruara. Papunësia vazhdon të mbetet e lartë, sidomos tek të rinjt dhe gratë, ndërsa brain draini po boshatis vendin nga fuqia punëtore e kualifikuar. Komisioni ka vënë Shqipërisë në dispozicion një shumë prej 922 milionë euro në grante dhe kredi përmes planit për reforma dhe rritje, të cilat do të lëvrohen me kushtin e vetëm. Reformat të nisin realisht dhe pa vonesa. Papunësia mbetet e lartë, sidomos tek të rinjt dhe gratë. Pjesëmarrja e grave në tregun e punës është e ulët. Puna informale kufizon aksesin në të drejtat dhe përfitimet sociale. Emigrimi i fuqisë punëtore të kualifikuar përkeqëson mungesën e burimeve njerëzore. Ekziston një mospërputhje e madhe mes kërkesave të tregut dhe sistemit arsimor. Mungesa e arsimit profesional, cilësor dhe politikave aktive pengon punësimin cilësor dhe përshtatshmërinë e fuqisë punëtore. Sistemi arsimor karakterizohet nga rezultate të ulta, shkallë të lartë braktisjeje shkollore, sidomos në zonat rurale, kurrikula të vjetruara, mungesë trajnimi për mësuesit dhe infrastrukturë të pamjaftueshme, përdorimi i dobët i teknologjisë dhe përfshirja e mangët e fëmijëve me aftësi të kufizuara janë gjithashtu probleme madhore. Agenda e reformave synon zhvillimin e kapitalit njerëzor përmes masave që përfshin përmirësimin e arsimit, përditësimin e kurrikulave, ngritjen e komiteteve sektoriale për aftësitë, digitalizimin e arsimit, pajisjen e shkollave me pajisje ICT e krijimin e sistemit të certifikimit të aftësive digjitale.